komentimi I ajeteve të Kur'anit dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjithsesi argumenteve sheriatike, mund të interpretohet dhe të shtjellohet përmes shembujve konkret, mirë po nuk duhet të precizohet se kuptimi ekskluziv I ndonjë ajeti apo ndonjë hadithi është shembulli në fjalë. Se sa herë komentohet ndonjë ajet me një shembull konkret, padyshim se ngushtohet pastaj kuptimi I tij, edhe nuk është përmbledhës ashtu siç Allahu xhalla wa ala dëshiron, edhe don. Ndërsa argumentet e sheriatit, ajetet kuranore dhe hadithet profetike, kuptimi I tyre është madhështor. Allahu xhalla wa ala për ta shtjelluar këtë që po e themi, Allahu I lartësuar në Kur'an njerëzve u drejtohet me devotshmëri, gjithsesi me realizim të urdhrave të Allahut dhe me përmbajtje nga ndalesat e tij. Nëse vime dhe e definojmë taqwa Allahun se është realizimi I asaj që Allahu xhalla wa ala e kërkon, edhe largimi nga ajo të cilën Allahu xhalla wa ala e ndalon. Nëse e komentojmë devotshmërinë vetëm me këtë kuptim, atëhera nëse ndalemi në çdo ajet në të cilën Allahu xhalla wa ala ka kërkuar devocion, atëherë është problem të bashkohen të gjitha format e ligjerimit në ajetet kuranore. Nëse ndalemi I gjej për shembull thirrjet e Allahu xhalla wa ala të lloj-llojshme për devocion. Ja ejuhan nasu taqu rabbakum, o ju njerëz, frigojeni Allahut xhalla wa ala. Pastaj thot, ja ejuhalladhina amanu taqullah, o ju besimtar, frigojeni Allahut. Ja ejuhan nabiyyu taqillah, o ti pejgamber, frigoju Allahut. Pas këtyre 3 thirrjeve, o ju njerëz, o ju cilët keni besu, edhe o ti pejgamber, Allahu po urdhron për devotshmëri. A thua vallë, në të gjitha këto thirrje me devotshmëri nën kuptohet realizimi I urdhrave të Allahut edhe largimi nga mëkatet? Domethënë është vetëm ky kuptim apo ka ndonjë kuptim tjetër? Dietarët kanë thënë, sa herë kur Allahu ju drejtohet njerëzve me thirrjen o ju njerëz, pastaj urdhron për devotshmëri, synohet me këtë njësimi I Allahu xhalla wa ala. Ja ejuhan nasu taqu rabbakum, o ju njerëz, frigojuni Allahut, ittaqu rabbakum, ka synimin wahidu rabbakum, njësojeni Allahun xhalla wa ala me adhurim. Ndërsa, sa herë kur Allahu ju drejtohet besimtarëve me devotshmëri dhe kërkon devotshmëri prej tyre, ja ejuhalladhina amanu taqullah, o ju cilët keni besuar, frigojuni Allahu xhalla wa ala me devotshmëri nën kupton definicionin të cilën e përmendëm më herët. Realizoni urdhrat e Allahu xhalla wa ala dhe largojuni prej mëkateve të tij. Ndërsa tek pejgamberët e Allahut, kur Allahu I drejtohet pejgamberit, ja ejuhan nabiyyu taqillah, o ti pejgamber, frigoje Allahu xhalla wa ala, a mundemi me thonë se pejgamberi Allahu nuk I realizon urdhrat e tij edhe ekziston pastaj kjo kërkesë e Allahut që patjetër të përfilli urdhrat, edhe largoju prej mëkateve ndalesave të Allahut? Në këtë ajet ka për qëllim kur Allahu u drejtohet pejgamberëve me taqwa Allah, ka për qëllim o ti pejgamber, përqëndrohu në atë cilën Allahu ta ka shpall ty. Dhe thonë ti vetëm se je duke realizuar urdhrin e Allahut, mirë po vazhdo edhe realizoje edhe me tutje se Allahu ty të ka ngarkuar me këtë obligim të cilën duhet ta kumtosh tek njerëzit.